Në episodin e 5 të podcastit Ndryshe por bashk, vëmendja u përqendrua te rrugtimi I familjeve me fëmijë neurodivers, me sfidave të përditshme, historive që frymëzojnë dhe realitetit që shpesh mbetet I pathënë. Psikologja e ftuar Armina Velçani ndau përvojën e saj profesionale, duke folur për punën me fëmijët dhe familjet, si edhe për sfida që hasen jashtë kryeqytetit, veçanërisht në qytete si Durrësi. Se do bëja një parashtrim të kohërave, fillimisht ka qenë shumë e vështirë. Normalisht Durrësi nuk është se ka pasur shumë qendra. Normalisht çdo qytet ka dinamikat e veta. Durrësi është një qytet më I vogël se sa Tirana, edhe nuk është aq I vrullshëm dhe intensiv. Njerëzit njihen me njëri tjetrin, dhe njëherë kjo I bën edhe shumë më të stepur për të kërkuar ndihmë dhe A ekzistojnë ende këto lloj paragjykimesh në Durrës? Për terapinë, për vështirësinë, për... Aktualisht pak më të zbeta, pak më pak, po më përpara po, goxha dhe më të theksuara, nuk kishin qef të merreshe vesh që fëmia po ndjek një trajtim, po bën terapi, apo po shkon diku për të folur. Pjesa e parë e bisedës solli një histori suksesi. Përmes një rasti konkret, u tregua transformimi një fëmije, vështirësitë e para, kohën e nevojshme për progres dhe rolin që luajtën në ndërhyrje terapeutike në zhvillimin e tij. Historitë reale u përdorën jo për të krijuar pritshmëri të rreme, por për të dëshmuar se përparimi është I mundur, kur puna bëhet në kohën e duhur dhe në bashkëpunim me familjen. Në këtë moment, me këtë fëmijë, kur filluam ne të flisnim fjalët e para, patjetër që ishte një gjë shumë e bukur, nuk kam për ta harruar atë momentin kur mami çonte video, po thret mami, po thot babi, po na tha këtë gjën. Domethënë janë gjëra që ty të bëjnë me krah, edhe të kujtojnë ty sepse ja vlen që ti të investohesh, të përfshihesh emocionalisht dhe ta bësh këtë gjë me kaq shumë dashuri. Episodi trajtoi edhe pabarazit mes qyteteve në aksesin ndaj shërbimeve, mungesa e specialistëve të trajnuar, hezitimi I disa prindërve për të kërkuar ndihmë dhe vonesat në ndërhyrje u renditën ndër sfidat më të mëdha për familjet që jetojnë larg qendrave më të mëdha. Megjithatë, jo çdo histori pati fundin e dëshiruar. Në podcast u soll edhe një rast I vështirë për të treguar se rrugtimi nuk është gjithmonë linear dhe se jo çdo vonesë apo pengesë duhet parë si dështim. Qëllimi ishte të kuptohej çfarë mungoi, çfarë u vonua dhe çfarë mund të ishte bërë ndryshe. Me eksperiencën ti fiton një besim dhe qetësi për t'i komunikuar dhe për të krijuar një qasje që duhet të jetë sa transparente, aq edhe reale dhe objektive, por në të njëjtën kohë dhe pa e vrarë prindin dhe pa ja thënë atë informacionin ashtu me vështirësitë që fëmia ka, me barrierat në zhvillim që fëmia ka. Në pjesën praktike të episodit, u hodhën poshtë disa prej shprehjeve më të zakonshme që dëgjohen shpesh nga familjet. Do ta kaloj, mos e çoni te psikologu, apo është thjesht I llastuar. Ekspertja shpjegoi se stigmatizimi dhe neglizhenca mund të vonojnë ndihmën e nevojshme për fëmijën dhe të ndikojnë në zhvillimin e tij. A vëren që ka shumë prindër të cilët e shtyjnë edhe ardhin në terapi për shkak të frikës nga opinioni? Ose mos pranimit. Është një miksim I gjërash. Mendoj fillimisht po, qëndron tek pjesa e frikës që ka prindi për të pranuar që diçka nuk po funksionon ashtu siç duhet. Pastaj tek gjetja e ngushëllimit, le të themi që shiko se edhe Daja Xhai Halla kanë folur pak më vonë, jo po prit se dikush në këtë moshë po pastaj foli dhe çdo gjë shkoi në normalitet. Patjetër, mendoj që janë akoma prezente pavarësisht gjithë përpjekjeve shumë të mirë që po bëjnë profesionistë të ndryshëm për pjesën e ndërgjegjësimit në këtë aspekt. Në mbyllje, episodi përcolli një mesazh shprehse dhe solidariteti. Askush nuk duhet ta përjetojë vetëm këtë rrugtim. Mjafton një prind që nuk dorëzohet, një profesionist që dëgjon dhe një komunitet që nuk gjykon për të bërë diferencën në jetën e një fëmije dhe familjes së tij. Unë jam prind vet dhe shpeshherë kuptoj dhe pjesën që prindi stepet kur shikon diçka që nuk shkon tek fëmia ose ka një dyshim rreth diçkaje. Do doja shumë të t'i thosha të mos ngelet gjatë tek pjesa e mendimit, nëse është, nuk është, nëse po zhvillohet, nuk po zhvillohet, por të ketë komoditetin për të kërkuar një mendim tjetër. Episodi I 5 I Ndryshe por bashk nuk ofroi teori të thata, por histori njerëzore, reflektim dhe shpresë. Një kujtesë se ndryshimi fillon atëherë kur zgjedhim të kuptojmë, të dëgjojmë dhe të ecim bashk.